e kam parë ke vetja ime për plasjen e qasjen që ka brezëri, ka shi brezit tim që ua, po pse dhe mosha jote mund ta bëj këtë, për shembull një X. Po ta zëm, do dal në det, do kërcej, edhe pse aty nuk kërcej. Po zëm një shembull shumë të thjeshtë. Po shumë do me thënës. Nuk e bën mosha jote këtë gjë, po më fal. Pse shpirti dhe ndjenja pas ka një kufizik, ka një mosh X të caktuar, unë po zë një shembull shumë të thjeshtë, shumë bazik. Po shumë i përhapur gjithandej. Duke u nisur nga ky shembull i bazik, kam për gjëra drastike, një fanatizëm që mbasi dhe brezi i gjyshit tim nuk e ka pasur atë, se për prindit e mi nuk besoj, domethënë nuk e kam pasur. Unë kam pas një lirshmëri dhe një marrëdhënie komunikimi me prindit fantastike, domethënë nuk kisha probleme, jo mos dal, jo kështu, jo. Ja, unë këtë gjë dua të kuptoj. Të kam ty edhe kam edhe Violën, që është Gen Z tani. Sa e lirë ka qenë një vajzë të dashuroj në kohën kur ti ishe në moshën e Violës, po themi. Totalisht, unë kisha në dorë. Dhe si është tani për shembull Viola? Po ju pyes juve nuk si gjejmë këtë dashurojmë. Si kjo është çështje tjetër. Shiko. Sa e lirë. Unë adoleshenca ka qenë periudha më e bukur jetës time. Për nga çështja që unë kam qenë njeri i lirë, pavarësisht se neve kemi pasur respektin ka shi prindërve. Dhe nëse mua prindit më lejonin, po më vini një farë orari dhe ishte normale, po të më thonë, unë e respektoja atë orar. Po. Se varet nga mosha tani 18 vjeç, nëse të thot prindi do vish 11, ti do shkosh. Patjetër. Kur shkon 20 vjeç, ja një herë do ju kalosh edhe prindërve, por mjafton që të gjesh gjuhën e përbashkët me prindit, unë kam pas tolerant prindit e mi. Dhe shqyr që i kam pasur ashtu. Nuk e kam vetëm te prindrit, e kam tek bashkëmoshatarët, tek shoqëria, tek emancipimi, në këtë sens e kam. Po, nuk e di pse. Unë pretendoja që në këto vite, këta do ishin më të zhvilluar. Si nga ana inteligjencës, po dhe nga ana e moralit. Të ketë për shembull, një bisedë fare e thjeshtë. Që kam bërë me disa të rinj në jug, kur isha, shikoj një djalë të moshës 25 vjeçare, që ishte i dashuruar me një vajzë dhe më pëlqyen shumë si çift. Dhe i thash sa e mirë kjo goca, më përpishu domethënë kujdese se që ka shumë e mirë. Domethënë i shikoja, më dukeshin shumë të dashuruar. Domethënë këtë trajtoje mirë, i thash. Tha, po mirë me se shoqe kam, se mos do ta marr për grua, po pse, thash unë, qa keqe ka kjo goca për që ta marrësh ti për grua? Po s'është e vigjër, ajo më falni, domethënë po them troç. Domethënë në këto vite unë të dëgjoja një djalë të rinj, 25 vjeçar, që diskutonte akoma virgjërinë e moshatares së vet dhe për te faktit që i pëlqente si vajzë, por kishte këtë problemin, për mua është fundi i emancipimit, domethënë në këto vite, në këto kohë. Pra vetëm kemi bërë regres, nuk kemi bërë hapa para. Që dhe jam habitur, kam ngelur pak e shtangur. Se këto gjëra nuk diskutoheshin në ato vite. Më fal, po që ta kuptoj. Ky djali me këtë vajzën çfarë ishin? Ishin çift? Ishin çift, ishin të dashur, po. Po këtij i pëlqente kështu. Po, i pëlqente. Po mirë ta, unë kam të dashur, s'da marr për grua, kur më tha këtë, e guxova dhe pita. Kjo është edhe gruan tënde ka pasur dikush të dashur. Kjo është edhe imorale, se ai të paktën nuk është konservator të thotë që unë do ta bëj pas martese, e kam kriter. Bravo të qofti thua. Konservator. Jo, për mua është. Po këti i pëlqen ta bëj, I pëlqen ta bëj, po ana tjetër i thot kësaj pse si e virgjë. Kjo është imorale. Është imorale. Dhe për mua është pak është një gjë që nuk tolerohet në këto vite, nuk është. Më shqetëson kjo, nga i kanë të ushqyera këto parimet, po them në thonjza e moralitetit, që morali dhe dinjiteti përcaktohet nga këto gjëra. Nga i kanë ushqyer. Kjo ishte një shembull fare, po shikoja edhe aty ku isha në ato formatin që ishim.
nuk të takon ty të bësh kështu ose të gëzosh si fëmijë sepse e ke një moshë të caktuar. Unë gëzoj si fëmijë se këtë natyrë kam, këtë shpirt rinor kam, kështu më pëlqen ta jetoj jetën dhe këtu kur futet paragjykimi dhe ky paragjykim nuk ndodh nga brezi yt, por ndodh nga brezi i fëmijëve të tu, atëherë ti thua ku po shkon kjo botë, domethënë. Unë nuk është progres, është regres. Unë imagjinoj në kohën tënde të rockut underground që për një vajzë, po përpiqem ta shoh nga këndvështrimi i një vajze tani, jo një djali, që në ato koncertet e rockut underground mund të ishte e lehtë që të krijojë atmosfera që një vajzë të pëlqente një djalë, në një situatë muzikore aty me domethënë fan, e kupton? Po nuk e di Viola sot për shembull si është, një vajzë mund të dali në blok në një party apo ka bariera? Ka shumë bariera. Ka bariera nisur që nga fakti që ti nuk beson që do gjesh dashurinë e jetës mbase jo, po një njeri normal në një tavolinë ku janë mbledhur po pinë një shishe dhe ngacmojnë çdo gotë që del përpara, pra nuk ka asgjë më të sinqert, duket sikur është kështu loj Instagrami, pjesë më të madhe të rasteve. Problem brezi i ri. Megjithatë, kanë shumë të mira dhe ky, domethënë se kanë shumë gjëra të mira dhe janë inteligjent, kanë që mos i shajm tash, mos i shajm. Jo, nuk mund t'i fusësh të gjithë njerëzit në sigurisht. Por ne trajtojmë këto fenomene që janë shqetësuese dhe jam për ato që kam hasur unë që nuk i pretendoja. A do të bëj dhe një pyetje se sa më erdhi kështu flesh në mendje. Po. Sërish nga këndvështrimi një vajze ose një gruaje. Mendojnë që ka më dashuri apo ka llogari? E duaj përgjigje sinqert. Për mua njerëzit po vuajnë pikërisht sepse e kanë rënë dashurinë në një qoshe të padukshme, duke bërë llogarit. Llogari? Ti e shef atë tjetrin e peshon mirë, domethënë, ky i ka ca gjëra. Njerëzit janë friksuar, them unë, nga dashuria, e vërtet friksohen, duhet kesh guxim të madh të dashurosh këto. Vjen kjo nga fakti që ne jetojmë në një botë shumë pasigurt dhe na intereson më shumë siguria se sa dashuria në herën e parë që e shohim si koncept. Se pastaj kuptojmë nga pazotësia që ti të dashurosh. Nuk je i Zoti ose zonja, ma dorëzohet. Çfarë duhet të jesh i Zoti për të dashuruar? Duhet të jesh shumë i fortë. Dashuria do culture, që i thonë. Nuk ka dashuria të ndodhi sot edhe nesër të mbaroj paf si një scroll. Sepse kështu e kanë trajtuar tashmë dashurinë, që të dashurosh duhet të jesh shumë njeri i fortë. Domethënë, për mendimin tim, dashuria është baza e çdo gjëje ose forca më e madhe që ka njerëzimi për të ecur përpara. Dhe kur themi dashuri nuk po flasim detyrimisht vetëm për atë mes një çifti, por dashuri për nënën, për motrën, për njerëzit. Patjetër. Do shumë këllqe sot. Ka më marrëdhënie të sinqerta, qoftë, nuk po flas për marrëdhënie në çift tani, por po flas edhe për marrëdhënie shoqërore. Marrëdhënie mes motrash, mes vëllezërish të sinqerta. Shiko, unë vi shumë në familjen time, se mos na marr njëri mësysh se kur flasim ne. Kam një marrëdhënie të shkëlqyer. Kjo nuk do të thotë që nuk kemi dhe ne grindje në familje dhe që nuk mund të kuptojmë për çdo gjë, po kemi një bashkëjetesë fantastike, domethënë me njëri tjetrin, ke familja ime të paktën, dhe familja për mendimin tim është gjë me vlerë se çdo gjë, shoqëritë shkojnë e vinë, ca mbyllen, ca hapen, shoqëri të reja, por familja është kryesorja që e gjithave, se shoqëritë mund të ndryshosh qytet, do ndryshosh shoqëri, mund të ndryshosh profesion, do ndryshosh se varet çfarë profesioni ke, çfarë jetë e bën, edhe më thash, po gjakun tënd nuk e ndryshon dot, për shembull. Kështu që vërtet aty ngelet të gjithë si thuaç gjithë koncentrati i dashurisë, të paktën kur nuk e gjen dot ke një individ, se ti nuk je i Zotit ta gjesh, se është kjo vështirësia, të gjithë janë friksuar dhe brezi im për sa i përket dashurisë, jo më të vegjëlit.
paktën ke atë familjen tënde, dashuria pa kushte. Do ta bëja këtë pyetje, mund të zgjedhësh të përgjigjesh ose jo. A vazhdon besoj tek dashuri, te rigjetja e dashurisë, edhe një marrëdhënie jetë shëndetshme një grua pas një martese shumë vjeçare që ka përfunduar? Po s'kam pasur tentativa unë, por nuk është më kaq e thjesht. Unë tashmë po them atë që shpreha për dashurinë, unë nuk kam forcë më ta përballoj dashurinë. Nuk ke më forcë të dashurohesh? Në kuptimin, jo, nuk kam forcë ta përballoj më, sepse kam qenë asaj rruge dhe më është dashur shumë punë. Shumë punë. Një punë shumë e madhe për të qenë aty. Më kupton? Nëse ju gratë e keni ndryshe mënyrën se si dashuroni nga ne burrat. Jo, po ne dashurojmë. Nëse vrasim shumë mendjen, jo nuk e di atë se s'kam qenë ndonjëherë. Jo se nuk dashurojmë, është bërë shpesh këtë diskutimi, kush dashuron më shumë, një burr apo një grua, apo kanë përshtypjen që ju dashuroni shumë më shumë. Jo, dhe nuk ka bëj fare. Thonë në një çift dikush qoftë o femra o mashkulli, njëri dashuron më shumë. Por kjo nuk ka të bëj se je femër apo mashkull. Ju ndoshta mund ta provoni më shumë si ndjesi, po e menaxhoni ndjesinë gjithsesi, ndërkohë që ne mund të dukemi menefergist, po ram po shkau këma ne thyejm qafën. Po. Ne thyejm qafën, domethënë. Po nuk keni fare juve, i varen ujkut më qit në qafë, ju e keni gjithkohës më qit të varur e ke qafë. Nuk keni dhe shumë fare. Me këtë atmosferë dhe me këtë pyetje që besoj si japim dot përgjigje dhe sikur të rrim me orë të tëra këtu për ta diskutuar se shumë personale padyshim. Shkojmë tek hapësira e radhës muzikore dhe pastaj rikthehemi. Okej.